Gjithçka e ka një zgjidhje, si kundër edhe ankthi mëngjesit. Për të pasur një ditë sa më të mbarë, është e rëndësishme që çdo ditë para orës 10 të mëngjesit të aplikojmë këto veprime kyçe. Fillimisht caktoni qëllimin e përditshëm. Përpara se të filloni të veproni, planifikoni ditën duke u fokusuar në 3 qëllime që dëshironi të përmbushni. Në fund të ditës do të kuptoni se jeni më produktiv. 2. Dëgjoni me patjetër muzikë. Niseni ditën duke dëgjuar muzikë. Sipas studiuesve, 2 përfitimet më të rëndësishme nga dëgjimi i muzikës janë rregullimi i disponimit dhe i vetdijes. 3. Mos harroni kurse si të hidratoheni. Trupi juaj zgjohet i dehidratuar, ndaj është shumë e rëndësishme që të pini ujë në mëngjes. 4. Bëni pak stretching, pra zgjatim dhe shtrishje të muskujve. Do të ishte perfekte nëse ditën do ta filloni duke bërë disa ushtrime zgjatjeje, pasi kjo do ju ndihmojë që të zgjoheni plotësisht dhe shumë më të shëndetshëm. E së fundmi, filloni ditën duke buzëqeshur, që nga momenti që ndodheni përpara pasqyrës së tualetit. Buzëqeshja do të ketë një efekt pozitiv në qëndrimin dhe mirëqenien tuaj të përgjithshme.